Deputetja e Partisë Demokratike e cila kandidon për këto zgjedhje në zonën e Shkozës dhe ish drejtoresh juridike në Bashkinë e Tiranës, Dhurata Qupi, ka deklaruar në studion e News 24 se banorët e zonës së Shkozës e kanë kontaktuar me shqetësim pas vendimit të qeverisë për krijimin e një fabrike armësh në ish uzidën e autotraktorëve në një zonë mjaft të populluar. Duhet sjell spari shqetësimin e shumë qytetarëve dhe banorëve përreth zonës. Ka shumë banorë që më kanë telefonuar, janë të shqetësuar dhe përveç patjetër interesit banorëve dhe interesit të zonave, respektimit të standardeve, distancave mbi një proces të tillë, është e pa imagjinueshme që në një zonë kaq të populluar, ku në kjo zonë është e banuar me qytetar, ka shumë banesa, ka institucione tjera shtetërore apo publike apo jo publike, të ndërtohet një ndërmarrje për prodhimin e armëve. Deputetja Qupi deklaron se një vendim i tillë është i rrezikshëm për jetën e qytetarëve. Është e rrezikshme për jetën e banorëve. Nuk mund të ndërtohet një ndërmarrje për prodhim armësh në mes Tiranës. Mund të ishte një gërdec i dytë? Po, patjetër. Të frikë kanë njerëzit këtë frikë ju kanë adresuar ju si drejtuese politike zonës? Sigurisht, janë të trembur. Deputetja Qupi deklaroi se ka shkelje ligjore për mënyrën se si ka kaluar pronësia e godinave të ish uzinës autotraktorëve shoqërisë shtetërore Kajo, duke i hequr pronësinë Bashkisë së Tiranës, ndaj paralajmëroi se do të bëj kallëzim në SPAK. Patjetër që unë do ta ndjek në vazhdimsi dhe do të mundohem të përgatis të gjithë dosjen në mënyrë që ti drejtohem organeve hetimore, do i drejtohem SPAK-ut patjetër. Qupi tha se një projekt i tillë nuk është konsultuar me NATO-n.